Nëse ju endet ky gisht, urgjent shkoni tek mjeku, mund të vuani nga këto probleme. Mund të duket si një gjë e zakontë dhe as pak e nevojshme për të shkuar në spital. Gishti i fryrë i kësaj gruaje është një shenjë e rrallë e infeksioneve që kanë të njëjtat bakterie që shkaktojnë edhe komplikacione të rënda. 42 vjeçaria kërkoi ndihmë mjekësore pasi gishti i saj i vogël pati një fryrje më të madhe dhe i shkaktonte edhe dhimbje për një javë. Ajo nuk e kishte lënduar dorën në asnjë vend, prandaj mjekët bënë një studim të thellë. Kështu u zbulua se bëhet fjala për infeksionet bakteriale. Bakteriet që jetonin në gishtin e saj, gjë që e quajtën edhe një manifestim të rrallë, ndikua në shëndetin e mushkërive. Gjithashtu është një infeksion bakterial i mushkërive që mund t'ju kushtojë edhe jetën nëse përhapet, edhe mund të ofrojë edhe një ndikim negativ për shëndetin tuaj. Nëse vëreni se gishtat tuaja janë të fryrë pa arsye, shkoni tek mjeku për të evituar dyshime.